në një operacion policor në Malin Bode në zonën e Maliqit. Ne humbëm një koleg të mrekullueshëm, humbëm një baba, një familjar të përkushtuar dhe policia e shtetit humbi shërbëtorin e saj në shërbim qytetarëve. Në këtë ngjarje edhe një punonjës policie është i plagosur rënd dhe ai po merr ndihmën e plot mjekësore. Njëkohësisht edhe personi në kërkim që ishte bërë rrethimi i tij dhe për të bërë neutralizimin dhe kapjen e tij dhe ai gjatë shkëmbimit të zjarrit është plagosur dhe ndodhet në spitalin e Korçës. Është vërtet një ngjarje nga ato të cilat të lë pa fjalë, ku unë s'do doja sot që të isha para jush. Si është situata shëndetësore? Pacienti është pritur në spitalin e Korçës, është stabilizuar aty, është aktualisht intubuar, siç e patë erdhi me helikopter. Është bërë punë shumë e mirë nga kolegët e Korçës, ndërkohë që tani u fut menjëherë brenda ambienteve të bllokut operator dhe po vlerësohet nga ekipi multidisiplinor me reanimator, kirurg oromaksilofacial, otojatër dhe kirurg përgjithshëm. Do dim t'ju themi më shumë për ecurinë në vijim, për momentin mund të themi vetëm që po bëhet maksimumi për të marrë rezultatin maksimal për shëndetin e pacientit. Çfarë lëndimesh ka dhe ku i ka? Ka lëndime në pjesën e qafës dhe të kokës. Unë nuk besoj që duhet të hyj më në detaje. A janë jetë kërcënuese? Gjithmonë një traumë e këtyre përmasave është jetë kërcënuese. Se si do jetë ecuria do duhet na thot ekipi mjekësor që po bën vlerësimin. Është herët akoma për të thënë. Nëse keni Ndërkohë në lidhje me autorin i cili po flitet që ai është duke ardhur, do të përdoret helikopteri apo do të jetë mjetja ambulancës? Keni informacione? Është nisur me ambulancë deri spitalit të traumës edhe personi tjetër, edhe që u tha doktoresha, dëmtimet janë të gjitha jetë kërcënuese, por gjatë ndërhyrjes që është bërë në Korçë, në një falënderim për ekipin e Korçës, dhe gjatë transportit pacienti ka qenë stabil me parametrat normale. Në këtë moment nuk flet për rrezik jete, por që është në dinamik vlerësimi i tij. Po, efektivin e policisë erdhi me helikopter, i shoqëruar dhe nga reanimatori dhe nga ekipi i QKM-s. Gjithë parametrat janë në normë, nuk ka hemorragji në korso dhe është stabil në këtë moment sapo u fut në sallë, ku ekipi multidisiplinor po bën vlerësimin qoftë të indeve të gojës dhe të qafës në cilat është dëmtuar punonjësi i policisë. Autori është vlerësuar në spitalin e Korçës nga ekipi kirurgjikal, është stabilizuar dhe është nisur me ambulancë, është rrugës duke ardhur në spital. Zotë Gitas, ne nuk do donim të raportonim një ngjarje kaq të rëndë. Një pyetje, do të ketë një hetim të thelluar për komisariatin dhe drejtorinë e Korçës nëse i kanë ndjekur të gjithë parametrat, nëse do duhej forca shtesë për këtë operacion, duke qenë se është një person me rrezikshmëri të lartë? Tashmë hetimet kanë filluar si nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Korçë, njëkohësisht edhe nga standardet profesionale, të cilat i kam autorizuar që të nisen drejt Korçës. Unë pas këtij momenti do largohem drejt Korçës dhe nga aty do keni një njoftim më zyrtar dhe më të plot për gjithë dinamikën e ngjarjes dhe çfarë ka ndodhur. Ju faleminderit.